Ne pa humbur kohë, po fillojmë, si fillim po e nisim me supën, pasi që e thamë na merr kohë më shumë, po i marrim një patate, marrim patate pakës më të madhe, edhe një qep. Janë, e thamë, edhe në hyrje që janë, do thotë, procedura që i ndjekim normalisht se cili prej neve mënyrën se qysh e përgadit një supë. Po i pastrojmë, po i vendosim këtu, derisa t'ja shtojmë vajin e ullirit edhe qepen. Unë jam shumë pro se cilit që e nis një iftar, po edhe çdo shujt tjetër, qoftë edhe kur edhe përfundon, do thot Ramazani, që se cilën shujt me e fillu pa tjetër me supë dhe na lejohet, na tolerohet që me konsumu masane edhe ushqime ma të thata. Sepse një dinamike ditës, një jetë shumë ma e ngarkuar, kisha me thonë, nuk na lejon shpesh që të presim dhe të konsumojmë ushqimet e cilat na ndihmojnë me pas një balancë ditor, kështu që supat janë opcioni më i mirë. Janë edhe këto erëzat e kuqe që e përmena, të cilat mundi mishtu edhe këtë lloj bullgurin në supë, edhe e trash supën, po edhe jep shije të jashtëzakonshme. Po që edhe vetë perimet kështu në këtë formë që i kemi janë të mjaftueshme për me ja dhënë shijen. Nuk kena nevojë me i ndo edhe shumë e shumë të holla, me që kanë me kalu në blender. Kështu që vetëm sa për me kalu në vaj ulliri, me u fërgu pakës ma mirë, normalisht që duhet t'jenë të supza. Po e preferoj kohëve të fundit shumë a shumë qepën e kuqe, jo se cilësitë e saj janë shumë atë mira se qepës të bardhë, po që preferoj për arsye të mia, se qepës kuqe nuk, ose qepa e kuqe nuk e ka atë farë gazin lëcjelës që e bën edhe në ashtin me qitë lot, na i prish edhe me i kapin, kështu që unë kohëve të fundit zakonisht ma shumë këtë qepën e kuqeve preferoj, sepse qepa e bardhë është jashtëzakonisht e rëndë, sidomos kur je në transmetim, edhe duhesh me qenë pakës ma stëlisur. Po sigurisht që na drejtë në gatim, sepse jena të diktum prej kohës, së ngushtë që e kemi, po asnjëherë nuk harrojmë me e falenderu sponsorin ton, i cili është tash pjesë e emisionit Shishëm, dentisti i familjes, i cili është pjesë e emisionit Shishëm dhe ofron një lloj loje shpërblyese me shikuesit e televizionit duke zhini emisionit Shishëm, të cilët munden me përcjellë sot receta, të cilat kanë impakt të drejtë për drejtë në mirëmbajtjen e lëkurës, por edhe të higjienës orale, dhe ata shikues që dërgojnë receta dhe që konsiderohet recetë e përshtatshme, patjetër që e merr një voucher në vlerë 100 euro,